Mirë se erdhët në Fande, kjo kënga është e preferuara ime e momentit, unë dhe s'fare, kam një problem, sa gjunaf që s'ta kemi ndezur këtë, më ta shikoja pak vetën si dukem, a duken ato shenjat e mushkonjave që më kanë kafshuar, do me thënë, se ku gjenden këto mushkonja në dimër, nuk e di, po që kemi të vime të për të kafshuar mua. Mirë se erdhët në Fande, unë akoma nuk kam pirë kafe, për që se ora nuk është për kafe, gjithsesi e kam patur ditën kështu shumë në nxitime si për sot, edhe më tërës për gjetur parkim, se sot nuk ishte që mos dilni për kërkuar parkim vërdall, ose dilni në këmbë dhe bicikleta, mos i merrni makinat, nuk e di pse është një kaos në Tiranë, një rrëmuj e tmerrshme madje. Tani, çfarë sot praktikisht është e njëjtë, do kemi shumë gjëra të bukura për t'i ndarë me njëri tjetrin, duke nisur nga kjo këngë që unë kam shumë fiksime të vdes fare ta dëgjoj, është On the Low është titulli, edhe është pozitive dhe mund ta kërceni edhe kështu. Kështu po e kërcejmë në një çik më herët. E kam filluar të mësoj pak a shumë kështu, kështu që kush bë dasëm më ftoj se di të kërcej, se më ka dalë nami si kush di të kërcej. Sot në Fande do kemi shumë gjëra të bukura për t'i ndarë me njëri tjetrin. Ta nisim kështu nga këngët e nxehta që sjellim, më e nxehta mban firmën dhe vulën e Beyond. Vjen tani më All the Night në fakt, një këngë e lançuar kohët e fundit me një mesazh shumë madh, sikur ka qenë gjithë albumi i saj, po do të flasim pak më vonë për detajet e kësaj këngë. Do flasim për trendin më të ri që ka veshur kështu gjithë personazhet e famshëm publik shqiptar, po mendoj, po flasim për martesën e Kim Kardashian dhe Kanye West, se çka ca probleme aty. Për gjithë ju që keni shoqen tuaj të ngushtë, për shembull, do ju tregojmë, a jeni me vërtet shoqe të ngushta apo jo, janë disa shenja ku mund ta dëlloni nëse ju don për interes, ju don për së vërteti, do ziheni apo nuk do ziheni, të tjerë. Çka kisha të gjë tjetër? Hot of the day, thash, më duket. Po, histori dashurie, sot do të kemi babin më të ri në planet, që është Ashton Kutcher. Sa po është bërë baba dhe për herë të dytë tani më. Do flasim për gjithë relacionet e mundshme të dashurisë që ka patur Ashton Kutcher dhe kemi një cover song për të mos u humbur e për ta ndarë me njëri tjetrin. Parkalimin sensual dhe këto po i lë për më vonë, sillim këngën e parë dhe filluam. Kjo kënga është për gjithë ato që flejnë pak më shumë se s'duhet në mëngjes. Se na ndodh gjithë, për shembull, bie alarmi zilja në 7:45 për aftë kohë. Thua, hajt po frinja 5 minuta, ngrihesh në 8:45 pastaj, ti mendon që ke fjetur thjesht 5 minuta, edhe bëj gjithë pjesën e metrit të ditës kështu me vrapse. Gjyshej me thotë një gjë shumë inteligjente, si ta nisësh ditën ashtu do ta mbarosh, dhe sa më lehta ta nisësh me pozitivitet, kështu mbyllet dita, se janë forcë energjish që shtyn dhe ngjisin njëra tjetrën. Edhe e thot gjyshja, nuk është e them unë. Tani, a e bëm atë parakalimin në strishave ne, para punës do të lidh njëherë këto që nuk mësova kurrë, dikush do të bëj tutorial mua si të lidhim. Ama boll. Si të lidhim këpucë, kush do më ndihmoj mua, do jem shumë e lumtur për këtë. Dhe dyta, ju ftoj që të bëjmë së pari një parakalim të Fatma dhe së dyti një parakalim në gjitha strishat e mundshme sensuale. Kështu, në Facebook ne jemi non-stop bashkë, bëni pjesën aktive duke komentuar për pyetjen që ne bëjmë, pothuajse çdo ditë sapo mbaron Fandej. Mund të votoni për këngën tuaj të preferuar në intv.com/top10 shqip gjithmonë për këngën tuaj të preferuar shqiptare. E kështu na ndihmoni për ndërtuar edhe top 10-in, ndryshe i quajtur Like Shqip Top 10 që e luajmë nesër në Fandej, edhe të dielën në Inradi 105.7 në orën 10 të mëngjesit me mua do të jeni për të kaluar kështu këngët nga pozicioni 10 tek vendi i parë. Duket sikur e kam pak të ngjirur zërin mua apo po fantazoj? Duket se po. Që do thot nesër jam pas zë dhe ju do jeni shumë të lumtur se unë nuk do flas. Po do flas me shenja. Nicki Minaj feston kur ka ditëlindjen sot, si se dija unë këtë. Gjithsesi, kush di të bëj twerk? Kjo bëjturat Nicki Minaj, përfshirë ajo do thot, "Ok, je thjesht një fillestar, se është e papara në këto çështje." 34 vjetorin feston një ndër reperet më të suksesshëm
në barbot me një sër bashkëpunimesh super të klikuara të përqyera dhe me një sër formash trupore super të përqyera gjithashtu. Për të kaluar tek aktori Ian Somerhalder, i cili feston 38 vjetorin në këtë ditë, Corey Taylor, që është edhe vokalisti i një bande muzikore shumë dashur publikun, feston 43 vjetorin, edhe aktoria e njohur Kim Basinger feston 64 vjeç në këtë ditë. Okej, janë gjitha shifra interesante po ta mendoshum. Kam ide vetëm Nicki Minaj është ajo që s'do t'ja thuash moshën, nuk e di pse kam këtë përshtypjen. Ne do ta sillim tani Nicki Minaj, diçka me këtë personazh. Çdo me se cilin do nga repra që bën bashkëpunim i thonë që ti je lidhur me këto se ti ke patur diçka me këtë. Pati shumë polemika që diçka kishte midis Nicki Minaj dhe Lil Wayne, ndërsa ato treguan që ne jemi thjesht miq edhe si vëllai motor gati. Sikundër kanë qenë edhe shumë afër njëri tjetrit te kjo kënga që sjellim tani, High School. Baby, tell me how you need it. Hope you're good at keeping secrets. Say you're good at keeping secrets. Po kërkoja këtë unë jam akoma në gjumë. Nëse filloj të ju tregoj një prallë, është me siguri ëndra që po shoh me sy hapur. Mund të ndodhë, pse jo. Okej, do flasim për një sherr tani që të zgjohemi mirë. Nuk di, kam iden, midis Rihanës dhe Beyoncé nuk ka patur ndonjë fërkim të tipit që të tregojnë urrëtie kundër njëra tjetrës, po dhe ndonjë dashuri të madhe tani, më thënë drejtë nuk është se e kanë, ë. Kemi vënë re besoj. Kam iden mbajnë formale kështu relatat e tyre për qenë dhe profesionale të akullta dhe të rregullta. Ama kanë qenë fansa që kanë trilluar një totalisht një histori dhe kanë bërë që Rihanna të reagojë kundrejt saj. S'para reagon Rihanna, çfarë do gjë ti bësh është në habitatin e saj, do të bëni çfarë të doni, unë jam shumë okay këtu. Vajza e bukur nga Barbados. Tani çfarë ka ndodhur? Ne dje, jo më larg se dje këtu në Fande madje folëm për unë se kuptoj këtë pse po e mbaj dorë. Jo më larg se dje ne folëm që Rihanna kishte më pak nominime se Beyoncé në Grammy Awards, kjo kishte 9, kjo kishte 8, dhe ishte bërë, fansat menduan që ishte bërë gjithë me qëllim dhe me që Rihanna ishte më poshtë se Beyoncé, referuar gjithmonë nominimeve në këtë event të rëndësishëm muzikor. Ishte bërë kështu një postim ku përflitet për këtë teorinë që ja kanë bërë nga inati Rihannës, kanë nxjerrë Beyoncé me më shumë nominime, etj. Kur vendosi gati për dy personazhet. Dhe Rihanna si kishte bërë like këtij postimi dhe aty pastaj fluturuan gjithë gjëra që pas kemi të drejtë, Rihanna na mbështet ne, Rihanna ka inat Beyoncé etj. Filluam të trillonim historisë, siç mund të kemë trilluar dhunja 1,5 milion historisë e kësaj çështjes. Ama Rihanna ka zgjedhur të reagojë kundrejt gjithë historisë duke bërë një description dhe një status të tipit ajo vetë kishte thënë që unë thjesht i bëra e pash futën time dhe të Beyoncé dhe i bëra like pa lexuar se ku ishte ideja e kësaj. Ndodhe mua që futem edhe bëjmë ai zemër gjerë ndonjëherë në rrjetet sociale. Futem edhe vetëm like gjithë çfarë do lloj gjëje që shoh. Mund të jetë gjëra që si shoh, po i bëj like atë. Ndodh që Rihanna pastaj thot kur pash që u përhap shumë, gjithandej fakti që unë i bëra like në fotot e fan atyre, u çudita e para punës dhe e dyta punës dua ta sqaroj këtë dhe kështu e ka sqaruar. Më dëgjoni pak fjalët e Rihanës. Uroj që mos ta mendoni më këtë gjë dhe të shikoni gjërat nga një horizont më i gjerë. Nuk duhet vendosin femrat me ngjyrë kundër njëra tjetrës. Duhet festojmë dhe Akademia Grammy është dakord. Më bukur se kaq nuk besoj që mund ta thosh, është një duar turkitje për Rihanën edhe për gjithë femrat ndër të tjera. E prandaj si për ti përshëndetem ne sillim Man Down. If I touch your body, I'll be shy. Take control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. Faktulem kështu si padashe. Është shumë spontanisht kjo e ulur e gjasme. Drejt, unë asnjëherë nuk kam që te mjafton se drek. E kemi bërë njërë, nuk duhet ta bëjmë 2 herë këtë të fundit. Tani do të dëgjojmë një cover song pak shumë interesante. E po jap edhe kohën Sigi që mos mbërtasi pastaj që kur të duash ti me dashuri dhe me qetësi, atë strishën aty poshtë ishile Fandetin TV.al ndryshe, e për këtyre si emaili apo si porta hyrëse e gjithë followers për të qenë e për të bërë pjesë e jona. Më konkretisht në emailin Fandej që është tani aty, ç'a qefi. Fandetin TV.al, ju mund na shkruani të na nisni një cover song, pse jo që keni bërë, duke menduar se këngën tuaj të preferuar. Mund na nisni një video fani që keni bërë me miqtë tuaj, me nipin, me mbesën, me gocën, me djalin e të tjerë. Çdo gjë që ju duket më vërtet shumë interesante për ta ndarë me ne, mirë se të vini dhe mirë se të na shkruani në emailin fandetin.tv.al. Tani, jemi te cover song dhe gjithmonë një vullneti të madhe për të mos thënë maksimale këtu në Fande, marrin gjithë personazhet që me një vullnet dhe një talent më të vërtet të madh, zgjidhin që këngën e një personazhi tjetër, këngë kjo qoftë shumë e dëgjuar dhe shumë e lakuar, po edhe jo, ta kthejnë në versionin e tyre, ta këndojnë edhe për qifin e tyre, duke na bërë kështu edhe ne ta dëgjojmë me dëshirë dashuri të madhe. Sot pjesë e cover song e kësaj hapësire bëhet një ndër bandat alternativ më të këndshme të momentit, që është Panic! At the Disco. Kohët e fundit kanë publikuar një sër prodhimesh muzikore, ka qenë të ftuar në BBC Radio 1 ku ndodh që praktikisht pjesa dërmuese e artistëve shkojnë aty, pa doreza, këndojnë si këngët e tyre, ashtu edhe të personazheve të tjerë të rëndësishëm të muzikës, dhe i këndojnë gjithmonë versionin e tyre. Të radhës ka qenë Panic!
Music at the Disco dhe këngat që zgjodhëm ta sillin në versionin e tyre është ajo më e përfolura e momentit, më e dëgjuar dhe më e dashura, Starboy nga The Weeknd. Është shumë ndryshe, e shohim. Me këto kështu, me siguri kam në ngërç të këmbët, se s'kam si që po e bëgje gjithë kohës pa dashje. Okej. Nesër më sillni çaj, mali, ju lutem, se jam fare interesi. Tani, në Facebook jemi, në Facebook Interval Benja, ku do të shohim kështu komentet që ju keni bërë, sa i takon pyetjes, çfarë të bëni sakrificat për takuar njeriu tuaj, personazhin tuaj të preferuar nga afër. Po mendoj, qoftë ky personazh që e ke pas qef që në klasë parë, për shembull, do të shkosh ta takosh si spontanisht, si pa dashje, qoftë një personazh i famshëm ky edhe e keni idhull disi një farë mënyre, doni të shkoni me patjetër në koncertin e tij apo në recital apo gjithçka tjetër, çfarë do lloj personazhi e kishin fjalën, mjafton na thoni kush ka qenë gjëja më e çmendur dhe çfarë do ishte gjëja më e çmendur që do bëni vetëm për takuar këtë të fundit. Okej. Inshallah ta pritet na prish. Do ta nisim me Dafina Thaqin që më duket mua ka vënë për fotoprofili foton time, e puth shumë, është dashuri. Thotë nëse ja vlen kisha bë gjithçka, po për do nuk ja vlen fare, thotë se pak mendjen e madhe e kanë. Ke shumë të drejtë. Claudio thotë për takuar Noizin, do shkoja te lokali i tij në Durrës, pija një kafe. Do i lidhej një bakshish. Bona thotë haj byreku im. Për të takuar personazhin tim preferuar që ti do bëja 1000 tava me byrek, do t'i çoja me post. O zot, pse? Hajde pra bëj, po të pres këtu. Klevisa do për të takuar Albas Skënderën do bëja gjithçka. Erja thot hej Fatmush, do bëja gjithçka duke përfshirë këtu edhe byreku sa të duash për të takuar personazhin tim. Fatmator forever, thot sa më pëlqejnë këto komentet kështu. Alex Meta do shkruaj një mesazh si ky tani. Do të blija 10. Okej, teorikisht më knaqet me byrek. A mund ta bëj dikush në praktik, ju lutem, se dhe Alex do bëj 10 tava me byrek, edhe unë pastaj 1000 kg shkoj. Zymbyr thotë ç'kemi Fatma, sa i përket temës do bëja gjithçka për takuar Majkun. Aureli thotë asgjë, nuk shkoj unë te personazhet, po ato vinë tek unë. Ajra thotë asgjë s'ka për të ndodhur. Alexo do prisja biletën në avionit, do shkoja ta takoja. Ervisto do bëja gjithçka dhe asgjë, gjithçka nëse do ja vlen ai person, dhe asgjë nëse ajo nuk interesohet për mua apo nuk më do. Ama ky komenti që ka shumë i bukur po ta mendosh, është në këto komentet artistike në maksimum. Sikundër Everett që shquhet gjithmonë për këngë ndryshe, edhe në nivel artistik me vërtet shumë të mirë. E tillë është edhe e fundit In My Room, shohim. Never give up, never give up. Tani nuk e di unë sa i pëlqen Beyoncé, po me Ricky Martin në sfond ne do të kalojmë tek Beyoncé, një ndër personazhet më të përfolur të momentit. Që albumi i saj Lemonade ka bërë, Limonata e fundit, Limoni i saj i fundit ka bërë namin në mbar botën, kjo është pak por e sigurt. Çdo ditë ose njëherë në ca ditë sjell një këngë, një zbulim të fundit, një single të albumit, ku gjithmonë e më shumë kthyen në rekorde, kjo është më se sigurt. Dhe përfolur të fundmi sigurisht gjithmonë për marrëdhënien e saj me Jay-Z apo për ditëlindjen që festuan të dielën. E përfolur kështu për nominimet e shumta që mori në Grammy Awards, për flitet edhe për këngën më të fundit që ka lançuar, e cila rezulton të jetë edhe Hot of the Day, ku kam telefonin, edhe Hot of the Day në ditën e sotme. Më konkretisht, ju them ca informacione, All Night është një këngë që bëri përsëri për të disa të herë Beyoncé thyen një rekord klikimesh. Klipi është pak sa i çuditshëm. Sikundër gjithë klipet e fundit kanë qenë shumë çuditshëm. Okej. Tipari karakteristik i këtij albumit është që Beyoncé flet 10 minuta ka fjalë dhe 2 minuta ka këngë. Në çdo këngë të mundshme që lançon. Tregon historinë e jetës në fillim kështu duke folur me një zë artistik si aktore etj. Po kjo ka bukurinë e saj në fund për sa kohë thyen çdo klikim të mundshëm, çdo rekord të mundshëm. Është pak i çuditshëm me shumë skena bardhëzi, aty me pjesë dhe Zendaya, ka kështu imazhe edhe të Beyoncé, Jay-Z nga martesa e tyre apo nga sjellja e jetë të fëmijës tyre të vetëm Blue Ivy, vajza e tyre e vogël etj. Dhe ka shumë momente familjare dhe në fokus janë çiftet dhe historitë e bukura të dashurisë, kështu që për dy arsye, para se është Beyoncé, e dyta se flet për dashuri, kjo këngë pranohet që të jetë Hot of the Day dhe më e bukur e kësaj dite. Shohim. Do ju prezantojmë edhe me foto, edhe me informacion, me vllajën e vogël të dy motrave më të përfolura të momentit, që janë Bella dhe Gigi Hadid, dy supermodele që shkëlqyen definitivisht në Victoria's Secret, po shkëlqejnë gjithanë në çdo pasardhë të mundshme. Me sa më pak rroba dali dhe sa më shumë për fliten. E dim tani që kjo është se do të ishte famshme.
hiq rrobat. Pak të kështu ndodhet nga Hollywoodi tani, nuk është se duhet ta bëni të gjithë. Më konkretisht ne kemi parë që kjo familja janë të gjithë modelë, të gjithë kanë të bëjnë diçka me modelingun. Teksa gocat po kalojnë pasarele më të famshme të modës, siç ishte Victoria's Secret në Paris, ishte dhe Yolanda Hadid, mami e tyre, e cila ka qenë gjithashtu modele në karrierë që po i shoqëronte. Po prit se s'kishi parë vëllain. Kush është vëllai i vogël i dy motrave Hadid, shumë simpatik dhe ky model në të njëjtën kohë, ne do ta shohim tani me foto. Teksa unë tregoj edhe detaje për të voglin e familjes. Anwar Hadid është emri i tij, ka lindur në 99 dhe praktikisht është 70 vjeç, që në moshë të vogël merrej me sporte dhe nuk i pëlqen shumë media siç ndodh me motrat, po maja e tij Yolanda, apo mamaja e cila ka edhe një reality show, është ndryshe, është shumë i lidhur me mamin, është 1.85 i gjatë, është 17 vjeç, o zotë të mërshme, e që në moshë të vogël ka nisur të dizenjoj veshje dhe shpreh do dëshironte shumë që kjo të ishte puna e tij e ardhshme, kështu si designer. Momentalisht edhe pse është vetëm 17 vjeç dhe 1.85 domethënë, imagjino sa mund ta kenë shtëpinë ato si familje, se nuk i merr praktikisht gjithë. Ka marrë pjesë disa sfilata dhe është fotografuar për revista shumë prestigjioze, kështu që le të themi që në vitet në vijim do të jetë mbase më i diskutuar i familjes dhe deri diku rrugën e ka të lirë, ky do të jetë modeli i radhës që vjen nga familja Hadid, pa çka se të gjithë janë modele aty. Kjo është më se sigurt. Mirë, u njohët edhe me vllain e Gjitrit e Belës, nuk di fare se ku i dingjate më shumë, por gjithsesi çon si ka kjo, ne shohim një tjetër këngë që vjen tani. Ain't gonna sleep tonight. Break if you let them. Don't let them make less out of something that means so much to you. Po flasi vetëm për trende këtë ditë, është epoka e trendeve, dhe është një, domethënë, e di çfarë ndodh, del një gjë edhe fillon të zbatojnë të gjithë, po mendoj dipat shqiptarët e gocët e bukura të showbizit që ne kemi gjithë ndodhi me ato në fillim, pastaj me ato çizme që i përfolën para një dite, kam idenë ose para 2 ditësh, diçka e tillë këtu në fandej që kanë filluar gjithë. Tani ekziston një trend i ri që po e aplikojnë pothuajse gjithë vajzat e famshme dhe të bukura të showbizit që ne kemi. Okej, duhet thënë edhe ky trendi gjenezën e ka tek shtëpia Kardashian, çfarë lloj gjëje bëjnë ato, e kanë thënë dhe një fije floku ju del kështu pa dashje, bëhet modë, fije floku do ta bëjnë gjithë pastaj. Jeni të sigurt. Më konkretisht po flasim për këtë trendin e xhupit që e vesh dhe zbulon një sup kështu si pa dashur, si British style etj. Unë nuk di ta shpjegoj, por ne ta shohim në foto kush e ka aplikuar nga personazhet shqiptar dhe kështu e kuptojmë edhe në detaje. Gjë që mund ta bëni edhe ju në shtëpi tuaj edhe në rrugë kur dili, më së sigurt. Okej, ja shohim disa personazhe që po ndjekin këtë trend, duke nisur kështu me Lori Oxhen, shumica e fotove në Instagram tani janë kështu ku gjysmën e xhupit e ke veshur dhe gjysmën e lë kështu si pa veshur. Edhe Zaimina Vasiari ka bërë të njëjtën gjë. Unë e di që ju nuk e keni shumë mendjen tek xhupi që mund të ketë veshur Zaimina në këtë foto, por nëse aty është ideja. Nora Estrefi nuk mund mungoj pasi kohë të fundit është bërë shumë blogere referuar Instagramit të saj. E kemi dhe Erën, e cila motra e Norës, që gjitha këto janë shumë të dhëna pas modës, pa diskutime dhe pas palestrës, për të mbyllur kështu me Kidën, shkputur një pjesë nga klipi më i fundit bashkë me Gjensilën, ku një pjesë dërmuese të dyja janë duke mbajtur kështu të xhaketën. Duke që se ky është trendi më i ri tani më dhe ne do bëjmë këtë që bën bota edhe pikë. Kështu që këto janë fiksimet e reja të gotave të showbizit shqiptar. Në pritje gjithmonë më shumë të një tjetër produksioni që mund të vinë nga era Istrefi, që për hir të vërtetës po vënon dhe po vënon shumë. Ne laj thaj kemi bën bonin, ne sjellim tani. I wanna go. Up way before the party. Turned up hotel lobby. E para një përshëndesim gjithë shoqjet e ngushta ku i kemi, i përqafojmë dhe urojmë shumë puthje ndër tjera, se praktikisht i bie t'jenë gjysma jonë edhe bëjnë çmenduri që bëjmë ne, mërziten kur mërzitemi ne, qajnë kur qajmë ne, të tjerë, domethënë çdo budallik që ti bën asaj ti duket interesante të shkallë ta bëj bashkë me ty. Kjo të shoqëri e vërtet. Pastaj dini këtë tjetër që nëse një shoqëri kalon 7 vite do të thotë që është ideale, kështu që ka numëroni vitet edhe llogarisni nëse është me të vërtetë shoqëria që ju duhet dhe keni nevojë. Sigurisht një studim tjetër në Focus ka patur dy domethënë shoqjet e ngushta dhe shoqërinë prej vërteti, e referuar kësaj të fundit janë dhënë disa le të themi fjali të ndërtuara mjaft bukur që tregojnë ose disa tipare dhe karakteristika që do t'ju bëjnë për të kuptuar disa shenja të ndryshe për të kuptuar a është kjo një shoqëri apo jo e vërtet. Kur ndodh që ti del me të dhe e gjen veten si në siklet dhe ngushtë etj, kjo është një shenjë që kjo nuk është shoqëri e vërtet. Kur nuk i mbani më sekretet, a ju shpëton një sekret kështu si pa dashje, a ju duket më normale ta tregoni apo nuk ke interes të ruash diçka të personazhit në fjalë, do të thotë që kjo nuk është shoqëri e vërtet. Një tjetër faktor dhe shenjë kështu, kur nuk të pëlqen rrethi i saj shoqëror dhe ana sjelltas, as ajo nuk pëlqen rrethin tënd shoqëror, kur rrethi juaj është dy habitate totalisht të ndryshme, bëni mirë që të rrini në këto mjediset e ndryshme. Nuk ndjeni të lumtura kur dilni bashkë, dilni për 1000 arsye, po jo sepse ndjeni rehat, dhe sfundni kur të mboni pafund njëra tjetrën dhe vë që ta suportoni, si me ironi apo si me gallat, kaloni kështu në
batuta që ju trojnë shumë larg. Kështu që nëse asnjëri nga këto tipar nuk e ke patur më shoqërinë tënde të ngushtë, shko aty bësh telefonat dhe thua se dua shumë të çmendura ime për shembull, do ishte perfekt fare. Ne do sillim Lana Del Rey tani një këngë vetëm për ju. Whoa! And it's like, Tell me I'm giving you up. Ashton Kutcher është shumë djalë i mirë. Do thonë ju të shpatë me Fatma. Po ja, se për shembull po kalkulonim kështu marrëdhëniet e mundshme të dashurisë që ka pasur, po flas gjithmonë ato që janë njohur kështu mediatikisht, edhe janë përfolur. Edhe ky la i thaj 3 lidhje. Domethënë, edhe Taylor Swift ja kalon, edhe Lindsay Lohan ja kalon, edhe Katy Perry ja kalon. Kush ishte ai personazh që ishte qenë 11 herë lidhur? Së më kujtohet fare, po nejse. Do thënë, ky djali mbetet në këto kvotat e mira për të duar trokitur. Kush ka qenë marrëdhëniet e tij më të famshme të dashurisë? Ne do t'i zbulojmë tani me grafika, ndërkohë me një informacion përbëri këtyre. E nisim kështu me vitin 2002 ku gjatë xhirimeve të një filmi u njoh me Brittany Murphy, duke u bërë shok e më pas kjo miqësi u zhvilluan dhe diçka tjetër dhe po atë vit u lidhen. Lidhja e tyre zgjati diçka më shumë se 6 muaj dhe më pas u ndan, askush nuk ka folur më pas për arsyet e vërtet pse kjo lidhje përfundoi. Së dyti është ajo më e famshmja që është në 2003 ku u lidh me aktorin e njohur hollywoodiane Demi Moore. Janë kritikuar për shkak se Kutcher ka qenë plot 25 vite më i madh, domethënë 25 vjeç, dhe Demi Moore gati 40 vjeç, po për vetë çiftin nuk ka qenë fare problem ky fakt, sepse në 2015 ato u martuan, në vitin 2011, në 2005 u martuan, në 2011 u ndan dhe në 2013 firmosën kështu zyrtarisht divorcin. Ajo çfarë ka ndodhur tani, më saktë, që ndruan bashkë plot 10 vite dhe një detaj interesant ka qenë që goca e Demi Moore ishte ajo që më të vërtet ishte dashuruar me Ashton Kutcher, po ja mori mami, kështu tregua me shkatët. Por ta mbyllur me lidhjen e tij më të suksesshme dhe prej vërtetit tani më, që është ajo me Mila Kunis, në 2012 u njoh me Mila Kunis dhe disa muaj më pas u lidhen, në 2014 janë të fejuar, sot po atë vit sollën në jetë fëmijën e tyre të parë, në 2015 u martuan dhe para disa ditësh sollën në jetë fëmijën e dytë, Mila Kunis dhe Ashton Kutcher. Çifti e mbajnë gjithmonë marrëdhënien diskrete dhe larg vëmendjes së medias, që mund të jetë një ndër arsyet pse ka funksionuar shumë mirë deri më tani. Maroon 5 Don't Wanna Know në Fun Day. Shohim. We ain't kids no more. Loving can mend your soul. Kjo është kënga ideale tani. Perfekt fare, si thot Ed Sheeran, love can dashuria të shëron, po themi shqip tani se sa të bëjmë i lëmsh me anglishtën. Ky shkreti kështu dashuria të shëron, po single është ama për vete aktualisht. Këndon për tjerët më duket. E këtë këngën duhet ta dëgjoj Kim Kardashian dhe Kanye West, kështu i përshëndetje me frazat e bukura të dashurisë që sjell Ed Sheeran në këngë të mundshme që ai ka krijuar. Më konkretisht, ne po flasim për problemet e shumta që ka patur marrëdhënia po edhe marrëveshje është kjo, nuk është vetëm marrëdhënie. Marrëdhënia midis Kim Kardashian dhe Kanye West, një martesë që pati atë kulmin e saj shkote shumë, por ky vit nuk ka qenë viti i martesës së Kim Kardashian dhe Kanye West, se kanë patur një nga një të lashtë probleme, që nga grabitjet, krizat psikopatisë, tashmë duket se po merr një drejtim as pak të duhur ai i divorcit. Prezumohet gjithmonë që Kim Kardashian po i kërkon divorcin Kanye West, paktën kështu shpreh një burim për US Weekly, e për ta bërë më tragjike këtë, Kim do kërkojë edhe kujdestarinë e vetme të fëmijëve. Çdo ditë më shumë mërzitet dhe do të dëshiron të japi fund martesës 2 vjeçarit, kështu të paktën ka treguar. Do i duhet pak kohë sepse edhe nëse nuk e do këtë martesë, kam idenë që Kanye West është ai që do ta kundërshtojë shumë. Duke marrë parasysh që ka këto krizat e psikopatisë kohë të fundit, kush di çfarë do ndodhi ande nga familja West edhe Kardashian. Gjithsesi, nëse ndodhe ky divorc, pa diskutim ky është viti i divorceve të famshme. Po larg qoftë, inshallah nuk ndodhe dhe rregullohen. Pastaj thonë që kur zihen njerëzit faza më bukur shpajtimi, le të mendojmë për këtë të fundit. Do sillim tani një ndër personazhet më të preferuar këtu në Fun Day, 18 vjeçari fenomeni i momentit Shawn Mendes me Mercy. Okej, mos harroni për gjithë ato që janë të dhënë pas teknologjisë shumë madje, Geek Room ju vjen dhe ju sjell çdo informacion të mundshëm sa i takon kësaj situate dhe kësaj çështje. E aty në krye të Geek Room keni Jongën në 72.00. Do t'ju informoj rreth gjithçka ku në fokus ka gjithmonë teknologjinë, kështu që mos humbisni. Praktikisht, sa po të mbaroj Fun Day në 72.00 vjen Geek Room. E një orë më vonë kështu do t'ju lëm shoqërinë e recetave të këndshme të bukura që sjell Alfio, me një personazh shumë dashur do të ketë sot aty kreativ për ta ndihmuar në kuzhinë. Kripë të piper në 18.00 një tjetër recetë për ta bërë ju pjesë të shtëpisë tuaj. Thonë që dashuria vjen nga stomaku, që bëjeni njeriu tuaj zemër të super mega dashurohet me ju, duke i gatuar diçka që e kopjoni te Alfio. Në 18:30 vjen edicioni informativ së bashku me Ilirin për t'ju informuar gjithçka çfarë ka ndodhur vërdall. Po mendoj situata politike, sociale, showbiz
di shqiptar dhe i huaj, do t'u sjellni liri me detaje këto. Në 19:00 janë treja, do Shruti dhe Mateo. Rehat fare ato janë në kulturën tuaj dhe ju mund t'jeni super rehat në shtëpinë tuaj teksa dëgjoni dy çunat. Me gjithçka që ato kanë të mund sjellin edhe për të qeshur, pse jo. Në 8 të darkës pastaj vjen puntata e dytë e kësaj jave dhe e fundit e Gossip TV, ku do t'jetë Kelvi dhe Sara për t'ju serviruar gjërat më interesante që kanë ndodhur në kuadrin e Sasha Themave gjithmonë. Për ta mbyllur me Cinefa në 21:00 është Hook, filmi që do të vi për ju, për ta parë me fëmijët, me niprit, me mbesat, me familjen, pse jo, edhe për të qeshur mbi gjitha me këtë filmin, për ta bërë darkën më gazmore dhe më të këndshme në orën 21:00 ose 9 të darkës. Tani e gjithë vëmendja është tek Bruno Mars, e shohim. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Tani, ule modulis. Po bëjmë party. Saimir Pirgu, shqiptari i parë në botë që nominohet për çmimin Grammy. Bravo, Saimir, sa qef, sa bukur. Hajde inshallah me një lajm të mirë, pse jo. Më vdes fare kur lexoj kështu titull pozitiv ku në fokus kanë Shqipërinë dhe shqiptarë që janë shumë të talentuar, po në varësi të rrethanave vijnë gjërat pastaj. Okej, praktikisht ne jemi në fund të Fandej dhe për ditën e sotme. Jo praktikisht fare, ne jemi vërtet në fund të Fandej. Mbaruam dhe për sot. Si më jeni reagatuar më çuna. Ja se ikëm tani shpejt e shpejt. Bëjmë kështu një parakalim sensual, po super sensual të strishave si për të bërë përshëndetjen e kësaj dite. E kësaj të entjes së ndryshe. Faleminderit që qëndruat me ne, mund t'jemi non-stop bashkë në gjitha rrjetet e mundshme sociale. Mund t'jemi në Facebook nëse jeni normalisht fansat shumë të Facebook, mund t'jemi në Instagram nëse më shumë t'i bëni atë zapin në Instagram, mund t'jemi në Twitter, mund t'jemi në kanalin dhe në YouTube dhe në website-in Introvopikal. E megjithëse jemi tek website-i që duhet patjetër ta bëni një shëtitje brenda ditës, mbase edhe më shumë se një për të parë gjithçka çfarë ka ndodhur vërdall, mund të votoni për këngën tuaj të preferuar në Introvopikal/top10. Zgjidh një ndër shumë këngët e lançuara aty, zgjidh një ndër më të preferuarën tonë shqiptare, po mendoj, dhe nesër do të jetim like Shqip Top 10 listën e 10 këngëve më të mira, charti muzikor nga vendi 10 tek vendi i parë. E sikundërt të dielën në 10 të mëngjesit në një radio qytet 5.7 ne do të dëgjojmë kështu 10 këngët më të mira. Okej, nuk kemi lënë më gjë pa thënë, bëni sa më shumë qejf, dhuroni sa më shumë dashuri, takojmë nesër, mirupafshim.